بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Temën e vazhdim, autori Allah subhanahu wa ta'ala pas më shërua e ka titullu Bayan kufri taifetin min al-Jahmiyya, sqarimi i kufrit të një grupi të gjehmive, grupi devijuar mrenda grupit të devijuar, za'amu anna al-Qur'ana laysa fi suduri ar-rijal, të cilët supozojnë ose thonë se Kurani nuk është në gjoksat e njerëzve. Këta e kanë bë një grup i gjehmive duke e shfrytzuar mendjen për me sqarue vahjin. Kurse mendja nuk është me sqaru vahjin. Mendja është me pasu, me punu sipas asaj që ka shpall Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe asaj që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Gabimin që e kanë bë të njëjtë me ata të cilët e kanë quajt Isa alaihi salatu wassalam si Zot ose si djali i Zotit. Kanë rënë të njëjtin gabim edhe për shkak të njëjtës arsye. Arsyeja e përbashkët e këtyre dy grupeve është ignoranca. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, suratul Fatiha, përfundimin e saj na mëson me lut Allahun. Se na nuk dim me lut Allahun, vetëm nëse Allahu na tregon çysh me lut. Ne nuk dim me madhru Allahun, vetëm nëse Allahu na tregon çysh do të më madhru. Për këtë, ibadetet janë të ndaluara, të gjitha, çdo adhurim ndaj çdo kujt është haram. Adhurimet të gjitha janë të ndaluara, çdo adhurim ndaj çdo kujt është haram, është i ndaluar. Edhe adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është haram, përveç asaj forme që Allahu na ka tregu se çështu duhet mua me adhuru. Dëgjoni. Adhurimi ndaj çdo kujt është i ndaluar, s'bën me adhurua kërkon. As Allahu nuk bën me adhuru përveç se ashtu qysh na ka mësu ai me adhuru. Ndryshe s'bën. Nuk mund të më thonë dikush du me adhuru Allahun qështu. Haram, s'bën kjo, s'lejohet. Unë du me bëj ibadet me adhuru Allahun qështu vet, s'bën. A ka thonë Allahu që qështu mua mundesh me adhuru? Jo, s'bën me adhuru Allahun. Por ta çështja e adhurimit është çështje shumë e ndihshme dhe shumë precize. Jo se s'lejohet me adhuru kërkon, pas Allahu nuk lejohet me adhuru, përveç se ashtu qysh ka lyp vet Allahu me adhuru atë. Nuk mundet me thonë kërkosh nuk du me fal 10 vakte namaz, s'munësh. Po du me afru ma shumë të Allahu. Me agjërue 24 orë. Po du me afru ma shumë të Allahu, me bo haqë edhe me një vend tjetër përveç në Qabe. Po du me agjëru me rregullat tua, kërkush me rregullat e veta, me mend të veta,
nuk mundet me adhuru Allahun, se ai adhurim është i kot. Përveç nëse Allahu ka thonë çështu mundesh me më adhuru, ose ka thonë pejgamberit vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më na thonë neve se kështu adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Për duave që e ka mësua Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre të cilëve u ke dhënë begati. Ibn Kathiri dhe komentatorët të tjerë thonë këta janë sahabët. Për shkak se më shumë se begati që ka thonë Allahu sahabëve kërkon na. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Thot Allahu, u ka dhënë Allahu begati besimtarëve kur ja u ka çup pejgamberin. Kur ai ka ardhur pejgamberi mas pari sahabëve. Siratal ladhina an'amta alehim, na uzon rrugën atyre të cilët u ke dhënë begati, rrugën e sahabëve. Për këto shpeshherë njerëzit luten namazën nuk e din çka janë të lut, a din çka janë të lut. Me u bë Allahu juve çish kanë kalu sahabët edhe ju. Dhe kur ti bëhet jeta si sahabë, ja thon në bomi si jahudit. Ti tash u lut çevet, bona si sahabët, tash si sahabët i ka disa vështirësi se ata e kanë pas vet. Ghairil maghdubi alehim waladdallin, dhe mos na bë sikur ata me të cilët ti je i dhuru, dhe mos na bë sikur ata të cilët janë të humbur. Ata me të cilët është i dhuru Allahu subhanahu wa taala, sikur ka komentu Ibn Kathirin në tefsirin e tij, janë ata të cilët kanë pas dituri, por nuk e kanë adhuru Allahu subhanahu wa taala sipas diturisë që kanë pas. Kurse ata të cilët janë të devijuar, wala dallin, Ibn Kathiri thotë janë ata të cilët e kanë adhuru Allahun pa dituri. Grupi i parë, ata të cilët patën dituri, por nuk e adhuruan Allahun sipas diturisë që kanë pas. Grupi i dytë, ata të cilët nuk kanë pas dituri e mundu me adhuru Allahun pa dituri. Për këto këta janë të humbur. Dhe kushdo që ka dituri dhe nuk e madhron vetëm Allahu subhanahu wa taala, bën pjesë tek ata të cilët Allahu subhanahu wa taala është i dhuruar me ta. Dhe kushdo që adhuron Allahun pa dituri, pa argumente, bën pjesë tek ata të cilët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala pa dituri. Duke mos pas dituri mbi Isa alayhi salatu wassalam me argumente, por me menet e tyre e kanë komentu fjalën e Allahu subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa alayhi salatu wassalam u krijuar me fjalën e Allahu subhanahu wa taala që ja ka lëshu Maryamës. Isa wa kalimatullahi alqaha ila Maryam, u krijuar me fjalën e Allahu subhanahu wa taala që ja ka lëshu Maryamës. Dhe fjala e Allahut është kun, bëhu, fekun, edhe bëhet. Bëhet Isa pa babe, bëhet dielli e qielli pa babe pa none, bëhet ajo, kur thot Allahu subhanahu wa taala me urdhën e tij. Tash me që Isa alayhi salatu wasalam është krijuar me fjalën e Allahut, atëre menja me që fjala e Allahut, kemi thonë është cilësia e Allahut, apo ndërsa të kalume. Atëre Isa po i bën që është cilësia e Allahut, kjo është menja, jo argumente. Gabimin e njëjtë e kanë bë grup për xehmive të cilët kanë thonë me që Kur'ani është fjala e Allahut, e fjala e Allahut subhanahu wa taala është cilësia e Allahut, e cilësinë e Allahut që kanë mundësi atëre njerëzit me pas në gjoksat e vet. Kjo është gabimi i njëjtë për arsye të njëjtë, arsyeja e ignorancës. Isa alayhi salatu wasalam nuk ka asnjë element hynor, asnjë cilësi të Allahut hiç. Gjithçka ka ai janë krejt njerëzore. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isës alayhi salatu wasalam te Allahu subhanahu wa taala është sikur shembulli i Ademit, të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar nga dheu. Pastaj e ka thonë fjalën e tij kun bëhu, edhe Ademi u bë.
Tash pse Ademi nuk është pra djali i Zotit e Isa është djali i Zotit? Edhe Ademi a.s. u kriju me fjalën e Allahut. Edhe Isa a.s. u kriju me fjalën e Allahut. Kun, që thot Allahu, bëhu, fejekun, edhe bëhet qashtu që thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur krijohet Ademi a.s. me fjalën e Allahut, e krijohet Isa a.s. me fjalën e Allahut, nuk ka argument në botë që e thot se ky ka marrë tash cilësitë e Allahut. Se edhe na të gjithë jemi të kriju me urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithë jemi të kriju me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë krijesat e Allahut subhanahu wa taala nuk kanë askush për krijesave të Allahut subhanahu wa taala nuk ka veçori të Allahut. Me që Kurani është fjala e Allahut, fjala e Allahut është cilësia e Allahut, cilësia e Allahut subhanahu wa taala është e përhershme, atëherë kanë thonë pra njerëzit çish ka mundësi me i pas fjalët e Allahut në zemrat e tyre. Kurse ne besojmë për shkak të argumenteve të cilat na kanë ardhur në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit të cilët e mësojnë Kur'anin e majnë në zemrat e tyre, përveç që e majnë në mendjet e tyre. Të gjitha argumentet të cilat kanë ardhur në këtë temë, ata të cilët bëhen hafuzat Kur'anit, Kur'anin e kanë të ruajtur në zemrat e tyre, para se me pas të ruajtur në mendjet e tyre. Atëherë këta kanë thonë, çish është e mundshme pra këta me pas në zemrat e tyre fjalët e Allahut, të cilat janë cilësitë e Allahut, të cilësitë e Allahut janë të përhershme, atëherë për mos me thonë se pra Allahu gjendet tek njerëzit, thonë, kanë thonë ata se njerëzit Kur'ani nuk gjendet në gjoksat e besimtarëve ose nuk gjendet në gjoksat e muslimanëve. Dhe kjo është gabim. Pse është gabim? Për shkak se krahasimet që i kanë bë me mend të veta, kërkush që ka thonë kështu. Krahasimet të cilat i kanë bë me mend të veta. Nuk i kanë bë krahasime me Kur'an as me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ajetet edhe hadithet e flasin tjetër, të kundërtën. Ne kemi thonë se fjala Kur'ani të cilin Allahu subhanahu wa taala ja ka thonë Gjibrilit, e Gjibrili ja ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka thonë Allahu, kur e thot Allahu subhanahu wa taala, kjo është fjala e Allahut. Kur e ka thonë Allahu subhanahu wa taala, kjo është fjala e Allahut. Dhe të folurit e Allahut është cilësia e Allahut. Dhe cilësia e Allahut subhanahu wa taala është e përhershme, sikur që është i përhershëm Allahu subhanahu wa taala. Kurse kur e thojmë ne, kur e lexojmë Kur'anin, zoni me të cilën e lexojmë Kur'anin na është i krijuar. Shkronjat, ngjyra me të cilën e shkruajmë Kur'anin, ngjyra është e krijuar, se nuk e thot ndryshe kërkush. Letra në të cilën është i shkruar Kur'ani është i krijuar, nuk e thot ndryshe këto kërkush. Edhe zemra në të cilën ruhet memorizimi i Kur'anit përmensh është e krijuar, edhe mendja, edhe telefoni ku është Kur'ani është i krijuar, edhe mushafi, të gjitha këto janë të krijuar, s'jem të fol për këtu. Jem të fol për të folurit e Allahu subhanahu wa taala, për Kur'anin që Allahu subhanahu wa taala ka zbrit, e ka shpall, e ka fol, dhe kjo është fjala e Allahu subhanahu wa taala. Pse autori thot me sqarue kufrin e njerëzve që thonë kështu? Për shkak se të çështja e tekfirit, ehli suneti vetëm kërkojnë me qenë të sakt, nuk kërkojnë kur gjë tjetër. Ehli suneti kur nuk heqin dorë për tekfirit, për shkak se tekfiri është pjesë e domosdoshme e fesë. Nuk ka fe, është kafir ai i cili nuk ka tekfir. Tekfiri është pjesë e domosdoshme e fesë islame, e domosdoshme, se ekziston feja, pa i thonë dikuna qafir, s'mundesh më konë musliman. Por ati që i thu qafir nuk është me mendimet e tua, po du të më konë pa tjetër me argument, në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu është çështja.
Dhe ehli suneti gjithmonë e ka pas në mrendësinë e tij sqarimin, dietarët e sunetit, sqarimin e kufrit të atyre të cilët bindesh me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse tekfiri, sqarimi i kufrit të grupit të xehmive të cilët kanë thonë se Kur'ani nuk gjendet në zemrat e muslimanëve, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjendet, veç për çeta. Kjo është kufri, kur të vjen diçka që kundërshton fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është kufër, dalje prej feje. Nëse Allah subhanahu wa taala thotë që kjo lejohet në Kur'an ose në hadith, kushdo që thotë që kjo nuk lejohet, kjo është kafir. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë diçka është haram dhe është saksu hadithi, kushdo që thotë është halal, është kafir, për shkak se vjen kundërshtim me atë që ka thonë Allahu dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu, sahih, edhe Imam Muslimin, sahihun e tij, gjithë secili prej tyre, prej mbledhësve kryesor të hadithit në fen islame, transmetojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: bi'sa ma li ahadikum au bi'sa li ahadikum an yaqul, sa keq thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për njënin prej juve kur thot e kum harruar një ajet, e kum harruar çet ajet, e kum harruar çet ajet. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: wa man adlamu mimman dhukkira bi ayatina, ma zullumqar se ai i cili i ka mësu argumentet e tona, fe nesiha, pastaj i ka harru, s'ka. I ka mësu argumentet, i ka mësu fjalët e Allahut, pastaj i ka harru. Kjo është zullumqar i madh. Pastaj komentatorët e hadithit kanë përmend, komentatorët e Kur'anit kanë përmend se harresa është dy lloj. Ai që e ka mësu halalin edhe haramin edhe e ka harru, ja ka kthy shpinën, edhe ai që e ka mësu Kur'an, po pastaj e ka lënë, nuk u interesua më për këtë Kur'an, edhe me një formë edhe ky ja ka kthye Kur'anit shpinën. Edhe të dy të bëjnë pjesë të ata të cilët e kanë harru Kur'anin, por ai që i ka harru dispozitat është më rënd, më keq se sa ai që i ka harru disa ajete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot sa keq për ata të cilët thonë e kemi harru këtë ajet, e kemi mësu këtë ajet, pastaj e kemi harru këtë ajet, për shkak, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdesuni, Kur'anin që e keni mësue, rune, për shkak se ai, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohet nga gjoksat e besimtarëve, sikur që largohet devja që e ka kërpeshin zgjidh. Hadithi tregon se Kur'ani ka qenë në gjoksat e besimtarëve, pastaj u largu, se u harru. Tash këto vinë thonë, jo, nuk është Kur'ani në zemrat e besimtarëve. Tash qysh e bashkojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot u kon, e ju thot nuk u kon? Hadithin tjetër, të cilën e transmeton Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ta'ahedu hadha al-Quran, runu, kujdesuni për këtë Kur'an që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, për shkak se ky Kur'an largohet min qulubi rijal, nga zemrat e burrave, ashtu sikur që largohet ose sikur që ik devja e cila metet zgjidh. Kur'ani largohet prej zemrave të besimtarëve, zemrave të burrave, zemrave të njerëzve, sikur që largohet devja e cila u lën pa lidh. Pastaj komentatorët e hadithit në domosdoshmërinë e përsëritjes së Kur'anit kanë thonë Kur'ani nëse përsëritet ruhet
nëse nuk përsëritet humb. Nëse përsërit e ki, nëse nuk e përsërit, nuk e ki, largohet, nuk e ma men ma, e një surën sunebitis. Pse sunebitis? Për shkak se ke thonë më ti. Pastaj komentatorët e Kur'anit kanë dhënë tefsire, shpjegimet të shumta se fjala Allah subhanahu wa taala ose Allah subhanahu wa taala dëshiron që robërit e tij të jenë vazhdimisht në lidhje me Allah subhanahu wa taala duke e lexuar fjalën e Allah subhanahu wa taala në momentin që ata e lën, nuk e lexojnë fjalën e Allah subhanahu wa taala, atëherë Allah subhanahu wa taala bën që Kur'ani më larguar prej zemrave të tyre. Dhe në këtë hadithe nxirren dy mësime, gjithse cili prej tyre më i rëndësishëm se tjetri. Mësimi i parë, mos me ra në gabimin në të cilin kanë ra xehmit. E me dhonë fetfa për shkak se na i merr mendja neve se s'ka mundësi më konë kështu për shkak se po tjetë kështu. Kjo është afet krejt çështje filozofike, kur gjë s'ka të bëjë me argumentin hiç. Kjo është çështje logjike, s'ka të bëjë me argumentin kur gjë hiç. Dhe ne nuk do të me lejue vetën me ra në gabimet e tilla. Dhe ndodh që ne nuk i kuptojmë hadithet. Ndodh që muslimanët nuk i kanë kuptuar hadithet, por i kanë besuar që ashtu që i kanë ardhur për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kusht me kuptuar hadithin, realitetin e hadithit pastaj me besu. Kusht është vetëm me të ardhur hadithi i sakt me zinxhir transmetimi se kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po s'e kuptoj, po punë e madhe pse se kupton që ashtu duhet, se që ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe rastet kësaj natyre ka shumë, por i përmendim dy çështje interesante në këtë pikë. Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua, thot punoni me hadith edhe nëse nuk e kuptoni hadithin, për shkak se kur nuk keni me dal gabim. Ka thonë pejgamberi sa më ashtu, bëne çashtu. Po pse? S'jem do e ditë pse Allah. Ka një rëse dim. Pejgamberi sa më ka thënë drekën e kindien pa zonë. Akshomin jacien sabajnë me zonë. E pse drekën e kindien pa zonë? Allah e se di. Kërkush se di hiç në botë. E ka falë pejgamberi sa më çashtu me falë edhe na. Pse mos i qabe çështu? Vallahi vetë se usit pejgamberi sa më çashtu. Pse pejgamberi sa e ka pudh gurin e zi, e ka prek? Ka plot raste për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithe, veprime që kuptimin e atyre ne nuk i dim. Pse pejgamberi sa s'e ka shkurtuar mjekën kurr? Po s'e di më vëlla, pse? Ku di pse? Vetë se ka shkurtuar. Mos e bën atë sikur që nuk e ka shkurtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse më vesh kjo ashtu, pse më bë kjo ashtu, pse më bë dy sejdë e një ruku? Po pse vallahi nuk e di. Pse më agjërua prej sabah deri në akşam, jo pe akşamit deri sabah. Po vallahi se di valla. Ka plot çështje të cilat ne nuk e dim pse, arsyen, por hadithet janë të sakta, duhet me punu që ashtu që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse shumica çështjeve dihen. Pra thotë Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua, punoni sipas haditheve të sakta, edhe nëse nuk i kuptoni, për shkak se edhe nëse nuk i kuptoni kur nuk të delni gabimtar. Dhe thot mos punoni sipas mendimeve të juaja për shkak se herdo kurdo del që nuk ka qenë mendimi jot i sakt. Por kur del që nuk ka qenë mendimi jot i sakt, mua dvon. Ata që kanë menuar që janë për majmunave, tere kanë kuptuar që janë për majmunave, kanë cof. Çka më bëu tash? Pse keni besue pa tekst, pa thonë Allah, pa thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edhe pse kjo çështje është shkurt, po edhe kjo është kufur, kushdo që thotë se njeriu e ka përorën për majmunit është kafir, për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thonë njeriu e ka fillimin prej dheut. Kjo është nxjerrja e dispozitës për shkak të ndryshimit të diçkaje që ndryshe ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj në një hadith të saktë të cilin e transmeton Imam Buhariu sahih,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse në enën e dikuj për juve bjen miza, zhytne mizën, pastaj nxirrne e atëherë hane ushqimin ose pine nëse ka qenë pije. Kur kush për sahabe nuk ka ditë pse, ka thonë pejgamberi gjashtu, me men, ka ra miza, të me hek sa më shpejt. Jo, mos e hek po shtynë të poshtë, alo. Shtyne. Po se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë kështu. Sahabët kanë punu gjithështu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Edhe kanë zhyt, pastaj kanë nxjerrë, kanë hongër ushqimin, ose kanë pi pije. Se kanë ditë kuptimin. Vonë masanena kanë marrë vesh kuptimin që miza me njën man hele, me njën me man kudrejvin, edhe nëse zhytet bëhen 0-0 situata, nëse nuk zhytet nuk e di ma ka krahu që e ka pas hilme, këtë në shpjegime pastaj, po dëvënshme, dhe ka hadithe të cilat për kohën ose për momentin nuk i dihet kuptimi, ne duhet me punu si pas hadithit që ka ardhë, hadithi. Pra, hadithi thëtë Kurani gjindet në zemrat e atyre të cilët e mësojnë Kur'anin përmesh, përveç që gjindet në mendjet e tyre dhe normal nga të gjitha argumentet të ardha në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk tregojnë se njeriu e drejton mendja e tij, por tregojnë se njeriu e drejton zemra dhe ne besojmë se zemra i çon informacione mendjes, pastaj mendja i aktivizon pjesët e tjera. Domethënë kështu bëhet kuptimi i argumenteve të cilat kanë ardhur në librin e Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra çështjet në fund krejt fillimin edhe baza është në zemra, edhe besimi, edhe kufri, edhe nifaku, edhe dituria, edhe ajo, të gjitha janë në zemër, pastaj dalin në tru, pastaj dalin në gojë, pastaj dalin në përgjumtyrë, sipas asaj në të cilën ka mu rregulluar çështja. Pra kjo çështja e parë në këtë temë me besua ashtu që ka thonë teksti, edhe nëse në tekstin nuk e kuptojmë, por hadithi është i saktë, ajetin ka mundësi nuk e kuptojmë, por ajeti është në Kur'an duhet me punu sipas asaj që ka thonë Allah dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë tash është çështja që na mërzit neve, se falënderimi takon Allah subhanahu wa taala, muslimanët të cilët i pasojnë tekstet nuk binë më në këto gabimet të cilat kanë rënë xehmit, në cilat kanë rënë ata në kohën e Imam Ahmedit, ata në cilat kanë rënë në kohën e Sheikhul Islam ibn Taymiyes të tjerë për shkak të sqarimeve të shumta, por ata binë në gabimet e tjera të cilat pastaj duhet më marr me shpjegua ata që kanë detyri dhe më interesuar gjithsesi musliman për veten e tij. Tash gabimin e parë që me mohuar na me thon diçka ndryshe që ka thon pejgamberi sa na se bojmë elhamdulillah. Ka thonë pejgamberi sa i gjendet në gjokset e besimtarëve, gjendet. Edhe kështu, ne nuk bim në këtë gabim për shkak të besimit që kemi në transmetimet në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çështja e dytë tash që neve na mërzit është çështja e harrimit, me harrua Kur'anin. Kjo është tash problemi që na kap neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tërheq vërejtjen, thotë shumë keq për ata të cilët thuajnë e kum ditë këtë ajet e kum harru. Kujdesuni përsërit në Kur'anin, për shkak se Kur'ani i papërsëritur ik, sikur ik nga zemrat e tona, sikur se ik devja e cila nuk u lidh. Kjo është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajetet të me kërcënim të nalt që Allah subhanahu wa taala thot kush janë më zullumçar se ata të cilët i kanë mësuar fjalët e Allah subhanahu wa taala, pastaj kanë harru. I kanë mësuar halalin e haramin, pastaj s'kan dashur me një për to, e kanë mësuar Kur'anin, pastaj se kanë përsërit, e kanë vend Kur'anit tash mësone ngon gjëra tjera. Kjo është tash për momentin ajo e cila neve na rrezikon më shumë se sa ajo që i ka rrezikuar xehmit, për shkak se na falënderimi tek Allah subhanahu wa taala u bë qartë kjo çështje, edhe muslimanët nuk binë në këtë problem. Abdullah ibn Mas'udi, Allah subhanahu wa taala pas më shërua në komentin e fjalës së Allah subhanahu wa taala në surën Isra, thotë Allah subhanahu wa taala wa la in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk, po të dëshironim ne o Muhammed, thotë Allah subhanahu wa taala, do ta hiqmi atë që ta kena shpall. Wa law shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk, po dëshirojmë ne do ta heqmi shpalljen, vahjin
që ta ka thue Allah subhanahu wa taala Kur'anin ta hjek. Thumma la tajidu laka bihi alejna wakila, pastaj nuk mundet me të ndihmue te na kërkush hiç. Kështu i thot Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndëgjoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu të cilit i ka zbrit Kur'ani, vet personi që i ka zbrit Kur'ani, me kujdesin maksimal për mos me harru, sa që e ka shpejtue gjuhën shumë shpejt, me përsërit shumë atë që për ja thot Gjibrilit derisa i ka thonë Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, mos u gut, se une kom ta mësua Kur'anin edhe ta bëj mos me harru, mos u gut, to lexue. Lexoje kadal. Do thonë ky është kujdesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me mësua Kur'anin më shpejt. Tu shpejtue se për hifzi, mësimi përmensh bëhet duke përsërit. Nuk e din një ajet, lexoje 100 herë e mëson. Nëse s'e mëson 100 herë, lexoje 200 herë e mëson. Do thonë mësimi përmensh bëhet duke përsërit, kjo rruga. Kurse nxjerrja e dispozitave bëhet duke i analizue argumentet, ka dallim prej diturisë edhe hifzit, ka dallim. Dituria është diçka tjetër, hifz është diçka tjetër. Më bo hafiz, bo zhvit se ke përsërit shumë, lexo mësu. Kurse dituri është me njoft, me analizu, me dit shumë argumente dhe me njoft nxjerrjen e dispozitave prej atyre argumenteve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më mësu Kur'anin përmend, mos me harrue e shpejtonte shumë përsëritjen dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë jo kështu. Mos u gut se une ja kam dhënë veti detyrë me ta zbrit Kur'anin edhe me ta dhënë zemra dhe me ta dhënë sqarimin e tij. Thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kërkon personi që vetë i ka zbrit shpallja sa kujdes ka pas mos me harru Kur'anin. Në transmetim të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo vit, një herë në vit e ka përsërit Kur'anin me Gjibrilin. Shqoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë, një herë në vit e ka përsërit Kur'anin me Gjibrilin. Ja ka thonë Gjibrilit Kur'anin me ja thonë. Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas me ja mësu Kur'anin Gjibrilit. Na kur e përsëritmi? Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Vazhdoj veç mos me elon gjyst. Në hadith të sakt, Ibn Abbasi i Abdullah ibn Mas'udi, Allah subhanahu wa taala pas mëshiruan komentin e fjalës së Allahut, tregon se ka marrë një ditë sa të shkojmë ka kiametit anena që kanë muslimanët pe Kur'anit në zemra kanë më harru. Për shkak se se kanë përsërit. Se mirë me ta. Kur qohën në atë mëngjes e shfletuar Kur'anin, asnjë shkruajnë nuk ekziston. Për këtë se për shembull na e kemi Kur'anin edhe s'punojmë, se përsërismi, se mësojmë, kurse vjen në ditë që edhe me dashme përsërit, s'ka shkronja, i qon Allah subhanahu wa taala i ngrit në qiell njerëzit të cilët e kanë ditë Kur'anin kanë vdek. Ata të cilët se kanë përsërit e kanë harru. Dhe kanë fajnë e vetë se kanë harru. Kur dojnë me lexu diçka, shkojnë me marr Kur'anin, nuk gjenë në për Kur'anat shkruam kur gjë hiç. Thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet u gutke me përsërit Kur'anin, vet e përsëriste çdo vit me Gjibrilin, nëse përsëris me marr kërkon hiç, as me aty ku kena mësuar, pash me mësuar dikon, as tanas kena mësuar hiç, plot çështje të tjera. Dhe e treta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetim të saktë i ka thonë sahabiut, hajde lexojmë Kur'anin. Lexojmë, unë tangoj. Vet
të përsërit, të shpejtu gjuhën vetë, të përsërit njerën vetë me Gjibrilin, vetë të i thonë sahabëve, hajde lexomani mu Kur'anin ta ndëgjoj une. Tash na veç me kthyet të na çka bojna me Kur'anin që e dina, nëse dina diçka, edhe pse s'dina kur gjë. Më thonë dina pak pi Kur'anit. Shumicën, për mos me hinë gjëna me disa, shumicën me vetë, ama shumë ditë tekstet kongve asurët Kur'anit. Ama shumë din vjershat, kota, poezi, kur gjë hiqi, ajetet Kur'anit. A emnat të aktorëve, të këngëtarëve, dreshneve, a çështjet e cilat janë të përmenura në librin e Allahut e në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe del krejt ndryshe. Në herën me jo test me qëllim, për shkak se test me qëllim nuk lejohet me bë muslimanëve. Me provoku me këshysh sot di nuk lejohet me bë kështu. Por në rrugën me kallëzu se sa jena larg prej fesë Allahu subhanahu wa taala, ne e pyetmi gjithë secilin që na këtu, edhe gjithë secilin që na ndëgjon, kush prej neve i din 10 emrat sahabëve të përgëzuar me xhennet? Edhe kush din me na kallëzue 10 emrat futbollistave? Kush din me na kallëzue 10 emrat të sahabëve të cilët kanë transmetuar hadithe më shumë? Kush din me na kallëzue 10 emrat të këngëtarëve, politikanëve, këtë senet kota që tash dituria me atë që e dim, me atë që duhet me ditë, edhe me atë që e dim prej Kur'anit, me përsëritje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesej që Kur'anin që ja zbriste Allahu subhanahu wa taala me përsërit. Për ndryshe Allahu subhanahu wa taala thotë wala in shi'na lanadhhabanna billadhi yuhayna ilayk. Po dojmë ne o Muhammed ta marrëm Kur'anin. Si të përsërit, ta hek krejt Allahu. Si t'ju përmajt fjalëve të Allahut, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti hek Allahu. Dhe na këto njerëz që kena pa dhe i shumë për ditë me sytë e tonë, njerëz që kanë mësue para dietarëve të hadithit, tash mësojnë para tagutit. Pse ka ardhur kjo? Pse bëhet që kjo situatë? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Për shkak se njerëzit ja kanë kthy shpinën Kur'anit, kanë largu prej tina. Mahjura me bë hijret. Na bëjmë hijret për smiri, prej një vendit ku ka gjuna, me ik me shku në një vend që s'ka gjuna. Ka disa bojnë hijret për Kur'anit, ikin për Kur'anit, për përsëritjeve të Kur'anit, për njohjes dispozitave të Kur'anit. Pasi që mëson Kur'anin, Kur'ani thotë mos e bë këto, ky apet shkon e bën çato që ka thonë Kur'ani mos e bë. Bën këtë ka thonë Allah pejgamberi sa nuk e bën atë që ka thonë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta na vjen një ditë nuk e di Kur'anin, po se din se ki përsërit. Se din se kujdes për halallën e për haramin të cilin Allah subhanahu wa taala ka zbrit në Kur'an. Dhe në fjalën në të cilën e ka thonë njëri prej dietarëve të hershëm të njohur, i cili ka pas emrin Qatade, thotë se Musa alayhi salatu wassalam një herë e kesh gjetë të shkruar në letra se kanë me ardhë një popull të cilit Allah subhanahu wa taala ka me zbrit libër. Dhe ata librën që ja zbrit Allah kanë me mësu përmensh edhe me rujt në gjoksat e tyre. Se është veçori e Kur'anit që mësohet përmensh, nuk ka libër në botë që mësohet përmensh, veç Kur'ani. Edhe Tevrati u ka libër i zbrit për Allahut, por nuk e s'kanë mujt me mësu përmensh dhe në Israilt. Edhe Injili ka qenë libër i zbritur për Allahut, por nuk kanë mujt me mësue përmensh krishterët. Edhe Zeburi ka qenë libër i zbritur për Allahut, por nuk kanë mujt me mësue përmensh popullit Davudit.
kur ka pa Musa alayhis salam që ka më kon një popull, Allahu subhanahu wa taala ka më zbrit librën. Ata qatë libër kanë me mësua për mensh, Musa ka lutë Allahun, o Zot, o Allah, bënë ummetin tem t'jem që mësojmë, ka thonë Allah, ja. Këto janë ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tash, shumë artisht me ditë, a jena na tash ummeta nuk jena. Dhe jo që e përcaktojmë imanin edhe kufrin këtë pikë, por në plot çështje, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë muslimanët janë si një trup i vetëm nëse ka dhimbje një pjesë i dhëm gjithë trupit, është shumë lehtë është me ditë ai në trup që të në muslimanëve asje. Nëse nuk dhëm ty e kudo që i dhëm muslimanëve, diçka një problem. Ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që mësojnë Kur'anin për mensh, ti jam ke mësuar diçka kur gjojësh, por diçka s'ka. Aty për musliman nuk dhem, ka Kur'ani nuk e mëson, aty nuk e zbaton sunetin, aty e bën këto, a këtë elementet kanë hub të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e me menu që hala jena mirë. Por këta kanë ardhur disa transmetime të tjera nga vlera me të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamber kanë me pas lakmin ditën e kiametit të shinkan veç ummet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me ta mësua Allahu subhanahu wa taala fjalët e tij prej fillimit e në fund me ditë. Kjo është veçori që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë muslimanëve, po së dojna, ani, se doni ju hub. Se mësojna, se mësoni, keni me met pa te. Nuk e përsërismi, ik. Nuk punojmë si pas asaj që ka ndalu Allahu ka urdhnu. Atëre, kadal, ik imani edhe i shef njerëzit, kushtimisht më thëmë, njerëzit e cilët e kanë shkruar vahjin, thojnë Kurani s'është kurgjon. Qështu ka ndodhë? Edhe qështu ndodhë gjithë se cilit që ja këtën shpinën fjallës e Allahut e fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.